Edhe përkundër punimeve që po realizohen në disa zona të komunës së Zhelinës, çështja e ujësjellësit dhe kanalizimit ka ngritur shqetësime serioze tek banorët e fshatit Strimnic. Problemet më dhe kemi me ujtin së në calin 10 ditë dhe javë në prashet. A ne kushtet me unë këtë pijgjape. A këtë duhet të përmbajtë kush tjetër, se cilë fshati ka ndajt pa uj, ka 10 ditë, ka dhe javë, kur beqit, kur ven në të koha atëhere, ndjedhën parë për ato që ta ka se ti mësoj të mbushi shpesdhimet. Një, e dita kanalizimet që në të umbaj të ndaj të i bëhu, në ato kretë me pare gjape jënë të u bëhu. 600 euro, 700 euro nuk e di sa u marrë në shpaj, ajo nuk o regël, nevoj ka fshati për shka muas. Këtyre shqetësimeve, kryetari i komunës së Zhelinës, Fatmiri Zairi, u ka dhënë përgjigje në programin ton të mëngjesit, Mëngjesi me ne, drejtuar nga kolegu Blerim Jakupi. Në vendbanimin Strimnic, kompani mos tepër mund të ketë 20, le të ketë 30, nga 100 euro, 6.000 denar, janë 3.000 euro. Dhe dikur vendbanimi 10 euro në shtëpi që paguajnë tatimin, mirë pa i paguajnë 24%. Nga 100 shtëpi, do të thotë, nga 10 euro janë 6.000 euro. Me 6.000 euro nuk mund të bësh 100 metro kanalizim. Në anën tjetër, 200 shtëpi të Pollaticës të Strimnicës kanë të paguar participimin atë që jemi marrë vesh për ujësjellësin dhe kanalizimin, nga 600 euro që u përmendën, le t'jenë 120.000 euro. Dhe ato 10.000, 130.000. Ujësjellësi dhe kanalizimi i Strimnicës kap një vlerë rreth 750.000 euro. Nga kush sigurohen këto materiale? Këto mjete, këto materiale sigurohen edhe nga mjetet tjera vetanake të komunës, do të thotë nga shitblerë, shitjen e tokave, tatimin pronë, tatimin në nivel komunal flas, taksat për ndërtim. Por shumica më e madhe e këtyre projekte sigurohen nga pushtetit qendror. Unë më herët e përmenda që ne kishim të siguruar për këtë kanalizimin në Strimnic 180.000 euro, kur Strimnica nuk përmbushi obligimin e vetë, tash ishin të manipulu më atë kohë dhe më dështua. Komuna e Zhelinës numëron rreth 30.000 banor, ndërsa brenda kësaj komune gravitojnë 18 fshatra.